Pak minuta pas vrasjes së Liridona Ademajt, bashkëshorti i saj Naim Murseli kishte marrë një telefon në dorë duke i shkruar një personi. Kështu si i pari i kontaktuar nga tani më i akuzuari, Valon Luko oftua të dëshmojë në procesin gjyqësor. Saktësisht 8:32 minuta me mesazhin urgjent, çele urgjent Naimu. Pastaj o Valon na kanë vrarë. Pas këtij mesazhi, ky thotë se u nis drejt vendit ku kishte ndodhur ngjarja e më pastaj, duke vazhduar drejt stacionit të policisë ku ndodhej Murseli, e mori një telefonat. Ndërkohë, duke shkuar më ka thirrë edhe një polic tjetër me emrin Bashkim, edhe më ka thonë, a mundesh marrë në stacion se duam t'ia komunikojmë Naimit që ka vdekur Liridona. Dëshmitarit u drejtuan disa pyetje edhe nga vllai i Liridonës, pikërisht për bisedën me Naimin pas ngjarjes. A është e vërtetë që kur keni shkuar në dhomën e hotelit Sfis, Naimi ju ka thënë ju që prokurorja më ka bë pyetje sikur me pas vrarë unë? Po. Faleminderit, s'kam pyetje tjetër. Pyetje për dëshmitarin, i cili në gjykatë thoshte drejtor, pati edhe Naim Murseli. Fëmijët e drejtora kanë qenë në dieni që mami i tyre nuk ishte më në jetë. Jo. Para Lukës dëshmoi Aurel Pajaziti, personi që ja dha veturën me qira Granit Plavës. Makina që ka ardhur ka qenë tip Range Rover. Por personin që e qej Graniti deri aty, dëshmitarit thotë se nuk e njohu. Mbrojtja i kërkoi që të shohë nëse është ndonjë nga të pranishmit në sallë. Atë person nuk e shoh. Si rrallë herë këtu deklaruaj akuzuari Granit Plava. Shtëpia ku mor kërë me renta, është me kamera dhe shihet qartas me konim. Dëshmitari tjetër Florian Avdia në gjykatë tregoi se në kafenen e tij në Cërmjan të Gjakovës, shpesh i kishte parë të akuzuarit, por asnjëherë të tre bashk. Tani do të përkujtoj një pjesë të deklaratës, 3 javë para rastit, me Liridonën kanë qenë të tret në kafiq. Ama nuk kanë pas asnjë kontakt këtu në mëzveti, kanë qenë tavolinat ndryshme. Ky duke dalë nga seanca përshëndeti Plavën. Pas këtij dëshmoi vllai të akuzuarit Kushtrim Kokalla, derisa babai Naim Murselit nuk u përgjigj ftesës së gjykatës për dëshmi.